Tregun qendror të Lushnjës dhe në disa nga dyqanet e produkteve të mishit dhe pulmetit, banorët shprehen gjithnjë më të pasigurt për ushqimet që konsumojnë çdo ditë. Kamera e televizionit Apollon ka ndjekur nga afër situatën, ku qytetarët tregojnë hapur shqetësimet e tyre për cilësinë dhe origjinën e produkteve që tregtohen. Problemet që ngren lidhen me mungesën e informacionit mbi produktet, mungesën e etiketimeve, si dhe për mënyrën se si ruhen dhe ekspozohen ushqimet në treg. Sipas qytetarëve, shpeshherë produktet lihen në temperatura të papërshtatshme, në kushte që rrezikojnë shëndetin, e sidomos në stinët e ngrohta. Vetëm me shikim dhe nuhatje e marrim vesh nëse është i freskët apo jo, po kush e di se çfarë ka brenda, shton një tjetër banor. Këto shqetësime janë të përditshme për shumë familje të cilat ndihen të pambrojtura kur bëhet fjalë për ushqimet që vendosin në tryez. Për qytetarët, siguria ushqimore nuk është më një luks, por një nevojë bazë dhe kur mungon garancia, mbetet vetëm fati për të shpresuar që ushqimi i blerë nuk sjell pasoja.